e cilët janë llojet e xhihadit që duhet çdo njeri prej nesh të praktikojë. Lloji I parë është ta luftosh egon tënde, nefsin tënd. Me çfarë ta luftojmë? E para është duke marrë dije. Xhihadi më I madh I nderuar I vëlla është të pajisës çdo ditë e më tepër me dije, edhe jo rastësisht Allahu xhelle shanuhu në Kur'anin kamelat thotë Kul hel yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Thuaj o Muhammed, a janë të barabartë një person I cili është I dijshëm me atë njeri I cili nuk lexon, nuk përpiqet për të marrë dije. Hel yastawiyani mathala, a mund të krahasohen këto dy palë? Asnjëherë. Prandaj xhihadi më I madh I nderuar I vëlla është që çdo ditë të mësosh për Islamin dhe për shkencat në përgjithësi. Lloji I dytë apo nëndege e këtij lloji është atë që e mëson ta praktikosh në jetën e përditshme. Zoti I madhruar në Kur'anin famullar në shumë ajete kuranore I lavdron ata njerëz të cilët mbasi që pajisen me dije, me të dije përkthejnë në vetë. E treta është që atë dije që e kije, tu shpërndajsh tjerëve, e kje një shok, e kje bashkëshortën tënde, këto fjalë të cilët I dëgjove në xhami, apo I ke dëgjuar ndonjë ders apo ke lexuar ndonjë libër të vijshme, të nevojshme, mos e mbane veten tënde, por më njëherë përhapi këto gjëja të mira tek kantarët e familjes dhe tek njerëzit në përgjithësi që I njeh. Nuk duhet të qëndrojmë indiferent në jetën tonë. E kjo pikë është një pikë shumë e ndijshme. Shpesh njerëzit I dëgjojmë duke thënë se be vëlla folën ti për fe, mos je bo hoxh. Islami nuk është vetëm I hoxhallarëve. Aq sa din obligohesh të përhapish tek tjerë. Edhe këtë ide e shpresoj dhe kam dëshirë që një herë për gjithmonë ta hekim nga mendjet tona. Nga se Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadis të tij thotë Belligu anni walau aje, shpërndanja prej meje, pa qoftë edhe një fjalë timen, nga se kështu me të vërtet e merr epitetin e vijshëm se je nga ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, nga se e përhapën fjalën dhe urdhrin e pejgamberit alayhi salam. Dhe e katërta është që të durojsh kur do të ngecish, ose kur do të ofendohesh, ose kur do të hasish fjalë negative në drejtimin tënd. E dini Lukmanin alayhi salatu wassalam I drejtohet djalit të tij duke I thënë Ja bunayya aqimis salate wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. O birim, fale namazin, urdhro për të mirë, e ndalo nga të këqijat dhe duroj apo bën sabër nga fjalët e njerëzve. Ti do të thirrësh në Islam, dikush do të provokoje, dikush do të etiketoje me fjalë të ndryshme, me emra të ndryshëm. Allahu xhelle shanuhu na thotë që duhet të durojsh edhe në këtë situatë, nga se sabri është jashtëzakonisht tepër I shpërblijshëm nga ana e Zotit të madhruar. Pra, lloji I parë I xhihadit ishte ta luftosh egon tënde, epshin tënd. Lloji I dytë I xhihadit është ta luftosh shejtanin alayhi la'an. Çdo vepër që ta zbukuron shejtani, luftohu o vëlla. Nga se Allahu xhelle shanu në Kur'anin famullar thotë Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Me të vërtet shejtanin e keni armiq të përmetuar. Prandaj si të tillë konsideroni. Dhe e dita, çitjet që na jep shejtani, duke dashur që ne ta mohojmë ekzistencën e Zotit, ta mohojmë xhenetin dhe xhehenemin, duhet që këto çitje I largojmë
me fjalën A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lloji i tretë i xhihadit është që të jesh konsistent ndaj kriminalëve edhe njerëzve negativ. Kundërshtojsh fjalën edhe veprat e tyre. E në këtë lloj hinë 4 lloje apo 3 lloje të xhihadit. E para është, siç thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush prej jush sheh një të keqe, le ta ndaloj me dorën e tij. Flasim nëse është udhëheqës i një vendi, ai ka obligim që të keqe ta ndalojë në vendin e tij. Baba apo mësuesi obligohet që në familjen e tij të keqen të largojë me dorë. Nëse nuk ke mundësi me dorë, atëherë me gojë, duke treguar për dëmin e të keqes, duke treguar se sa është e dëmshme ta kundërshtosh fjalën e Allahut xhaleshani. Edhe e treta, nëse nuk ke mundësi me dorë dhe me gojë, atëherë të mjafton që zemrën tënde kesh një breng për këtë karshi kësaj vepre të keqe që bëhet. E thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, wa dhalika ad'afu al-iman, dhe ky është imani më i dobët. Dhe katërta, nga se koha nuk na premton, është xhihadi me kundërshtarët e fesë. Në këtë lloj hinë që ne mos i emitojmë dhe mos mahnitemi me të mirat që i kejnë kundërshtarët e fesë. Ka thonë pejgamberi alayhi salam, men tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum, kush i përngjan një populli, ai është si ata. E dita, duke u munduar që ta përhapish islamin me fjalë, duke shpenzuar nga pasuria ite, edhe ajo e fundit që shpesh neve na shkon në mend është ti luftojsh armiqet e islamit në fushë betejë. I nderuar vëlla, si përfundim, armiku më i madh i joni nuk është ai që e ke përballë, por ai që është në brendësinë tënde, e ai është egoja ite. Personi i cili arrin që ta frenojë egun e tij, e ka të lehtë në këtë dhe në botën tjetër.